kur ti ka ndiku direkt në rritjen e kostës jetës. Për shembull nga pazaret me energji elektrike. Ne kemi pas rastin Arben në kohë pikut, ku ka ma shumë ngarkesa dhe konsum të energjisë elektrike, Kosova ka ble energji deri në 400 euro dhe ka shit energjinë e gjeneruar nga Kosova me 40 euro. Do më thonë, edhe sot Kosova blen energji ma shtrejt e shet mali në Serbi. Sot, po flasim sot. Edhe këtu duhet më marrë organet kompetente me tu çështjen e tillë. Janë rritë çmimi buks, çmimi ujit, çmimi vajt, çmimi qumshtit, çmimi sheqerit, çmimi kafes, çmimi i kryps. Nuk po flas për mishë të tjera që tana janë dyfishu. Do të thotë u rrit kosto jetesë e nuk i rrit hyrat. Se për shembull ekonomia dhe shteti e ka një rregullator te na, është një farë bordi konkurrencë i cili nuk ka funksionu hesë që dash me pas Kosova, ka pas Kosova që me bu një farë balancimi të konkurencë në Kosovë dhe tani në meritjen e çmimeve më rrit edhe pagat edhe në sektorin privat edhe publik. Tash për shembull, nëse ka qenë një pagë 500 euro, çmimet me çato mjete qytetari atje nuk blen sa me pas 250 euro. Sepse secili çmim është më i shtrejtë se ka qenë. Prej hamburgerit që ka qenë 50 cent kur ardhë ky kryeministër. Na kun ma mirë kun 1 euro, tash 4 euro, e dejte një kilogram mish që ka qenë 5 euro ose 6 euro, sot e 12 euro. Hamburgeri nuk ka qenë 50 cent, asnjë qeveri që një. Gjaku, po.